miratimin e parlamentit. Pavarësisht masat ndërmarrë, dhe këtu kemi pas shumë raste, që pavarësisht masave, është parlamenti në vullnet e tij e vlerëson apo jo. Por zoti Rama ka vepruar edhe ligjërisht edhe politikisht, për dhënë edhe mesazh dhe përmes saj dhe fiton kohë. Fiton kohë se vjen edhe zgjedhjet. Si e shihni ju, a pritet që ta rrëzojë kushtetuesja vendimin e SPAK dhe GJKK? Po, edhe mund të ndodhe nderuar, kjo varet tash, ne ka pas në analizën e këtyre po themi e vendimet marra, edhe skenaret ndryshe edhe mund të ndodhë. Kemi parasysh që gjykata kushtetuese ka rrëzuar edhe edhe me vendimet e tyre ka rrëzuar edhe masat ndërmarrë ndaj politikanëve të tjerë. Kemi qoftë zotit Berisha, qoftë zotit Bardhi e tjerë kështu me radhë, të cilët dhe kanë marrë një vendim në fjalë në favor të tyre. Dënë që ka bërë një farë mënyrë i ka rrëzuar dhe ato masat e kërkuara, ndërkohë që edhe skenarë dhe mund të rrëzojë, mund të pranojë, apo mund të ketë një pranim të pjesën, por da besoj që i pra aq kohës është edhe deputete, se ka edhe mburojën ligjore të kushtetuese për të qenë deputet, nuk mund të procedohet dhe nuk mund të merret me një masë pa miratimin e parlamentit, por kjo është një përpjekje ligjore, morale, politike që bën në të drejtën e tij kushtetuese, sepse nuk do të qëtësinohet qeverisja nga kjo, duke pas parasysh që është figura kryesore numër 2. Dhe ka dhe të vështirë për një zëvendësim në kuptimin e momentit mbase. Por zoti Rezi, duke e mbajtur në detyrë pavarësisht hetimeve që janë duke u zhvilluar ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, apo rrezikon kryeministri shqiptar Edi Rama nga ana tjetër që çështja e Ballukut të kthehet në një bumerang politiku, çdo zhvillim i mëtejshëm pra i saj të lexohet si një dobësim i vetë kryeministrit shqiptar? Jo, përkundazi nderuar, zoti Rama përpiqet të tregojë forcën, për të treguar forcë në kuptimin e asaj që në pushtetin e tij, cilën ekzekutiv ku është votë besu, për atë votë besu, do të tregojë, do të reagojë në kuptimin e asaj që përballë çdo akuze e cila lipset provohet, nuk mund të konsiderohet tjetri i fajshëm, ku ndaj tij nuk ka një vendim formës së që i provon fajsin. Edhe këtë besoj që zoti Rama tha edhe së fundi që nuk cënojnë pavarësinë e këtyre organeve, mbështet ato në kuadrin edhe procesin ndërgjuese, por për shkak edhe të mbështetjes edhe faktorit ndërkombëtar. Dhe është një përpjekje që zoti Rama e bën me të drejtë, ku do të mbrojë arritjet e qeverisjes përmes emrave të cilët kanë qenë në pararoja apo në krye saj, pavarësisht se ndaj tyre ka akuza apo janë perceptimin publik janë të tilla. Dhe mendoj që zoti Rama do të shkojë deri në fund kësaj në kuptimin, por jo një rezistencë të madhe, po do t'ja lajë strukturë, do t'ja lajë gjykatës kushtetuese dhe ndërkohë që do të mund ta çojë çështjen edhe në Strasburg në mënyrë që mos krijohet një precedent i cili çfarë e gjynzon një pushtet në raport me një tjetër. Për atë themi që gjykata kushtetuese është ajo që garanton unitetin, garanton respektimin e këtyre parimeve kushtetuese, check and balance, ku qeverisja ka pushtetin e saj, gjyqësori ka të sajën, tjetri ka të sajën, dhe në harmoni dhe në balans me njëri tjetrin askush nuk mund të interferojë në mënyrë të tillë sa që t'i cënon këto lloj pushtetesh, por që dhe garantohen këto parime. Kjo mendoj që është zgjedh kjo rruga ligjore, por që koha do të aprovojë në sensin e asaj se si do shkojnë gjërat. Por mendoj që do të ketë një reflektim në sensin e edhe një vendimarrje politike se sa e ligjore themon. Mirë, zoti Rezi, për të kaluar tek çështja e fundit, kemi 4 prokurorët garues për Braho Xholi, Musa Belliu dhe Gokaj, brenda të së njëjtës ditë priten të intervistohen dhe të votohen në monitorim absolut ndërkombëtar, ndërkohë që dhe mandati i Altin Dumanit mbyllet më datën 18 dhjetor. Pyetja është se pse lexon politika këtë garë si një tmerr, ndoshta ka frikë nga emrat konkret, apo ka frikë edhe nga precedenti, pra që SPAK-u tashmë mund të prodhojë lider që nuk kontrollohen më nga askush në Tiranë?
I nderuar don qiku kryeterës ku kriju kjo strukturë ngjalli panik për hir vërtetës për politikën, sepse ne ishim mësuar në eksperiencën tonë me kulturën e pandushkueshmërisë, është më tepër për leadershipet dhe nuk ishte parë në historinë e Shqipërisë don leadershipet politike, ato të cilët janë besu qeverisja për gjatë këtyre vitet kemi të ndodhen në masa sigurie apo me akuzën ndaj tyre. Për këtë themi që ka qenë gjithmonë shqetësim, pavarësisht e emrave, dan gjithmonë zhvillimet edhe brenda këtyre strukturave në kuptimin e zgjedhjeve normale dhe kandidaturave alternative garuese, gjithmonë shihet me shqetësim për të parë se sa për të parë edhe profilin e tyre, sepse nganjëherë edhe gjithmonë edhe fati i institucionit varet edhe me profilin dhe leadershipin e individit. Dhe për këtë arsye është edhe kjo vëmendje, duke ngjall interes se kush do të jetë në krye të saj, po kjo nuk besoj që bën diferencën dallimit, duke pas parasysh që pas kësaj strukture është mbështetja edhe ndërkombëtare e aleatëve tonë, të cilët janë investitorët kreditor kryesor të saj, e monitorojnë funksionimin dhe zhvillimin e saj, dhe në këtë sens duke qenë diçka që nuk kontrollohet prej politikës, është edhe ky lloj paniku i cili ka ngjall këtë shqetësim, po themi, këtë shqetësim, por nuk besoj që emrat janë shumë bëjnë diferencë, sepse fryma tashmë, fryma dhe filozofia e punës e kësaj strukture është konkluduar me performancën dhe me rezultatet konkrete. Qartë, mirë, Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndatët me mua. Të përshëndes, nderuar kënaqësi për ftesën, edhe një herë nëse lejohet një mesazh urimi për gjithë shqiptarët për ditën e pavarësisë, ku i bashkoj të gjithë shqiptarët ta mban një ditë flamuri, e cila çfarë solli edhe pavarësinë e Shqipërisë dhe edhe ta gëzojmë këtë Shqipëri që ka ngel bashkë me ato gjitha në mban, në mënyrë që ky shekull, këto vitet jenë vitet e integrimit plot Shqipërisë në familjen europiane, po sikundër edhe një fat i mirë të gjithë shqiptarëve e gjithë trojtë të saj, në qoftë Kosovë, qoftë Luginë e Preshevës, Malzi, Maqedoni dhe në diasporë, në mënyrë që ato të konkludojnë së bashku në armoni, në paqe, po edhe në bashkim, në unitet në këto procese integruese, Mirë, zë Lezi, ju falenderojmë shumë, gëzuar për ju dhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit, nderuar kënaqësi për ftesën. Mirë, ishim me zotin Ardian Lezi, ku ndalem tek dy çështje të rëndësishme për zhvillimet politike në Shqipëri. Ndalem tek kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili komentoi takimin që ndodhi me Saliani dhe Ilir Ali Mehmetit dhe figurave të tjera, dhe më pas tek Balluku, kushtetuesja SPAK GJKO, edhe kreu i ri i SPAK. Me kaq mbyllim këtë pjesë të parë, bashkë do të shihemi sërish në pjesën e dytë.